Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Për të 4-tin vit radhazi në Lushnjë vjen panajiri Ditët e Bujqësisë nën organizimin e Iceberg Exhibition. Panajiri fillon nesër në orën 9 dhe do të zgjasë 3 ditë. Panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë vjen për të 4-tin vit radhazi në Lushnjë nën organizimin e Iceberg Exhibitions, me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkisë Lushnjë dhe shumë institucioneve, organizatave e kompanive të tjera shqiptare dhe të huaja. Panajiri do të zhvillohet në datat 23, 24 dhe 25 prill, ku do të promovohen prodhimet bujqësore të zonës dhe jo vetëm. Hapja zyrtare për publikun do të bëhet në datën 23 prill ora 9. Drejtuesja e Iceberg Exhibitions, Eneida Sheku, flet për të rejat që sjell këtë vit ky panajir. Jemi në edicionin e 4 të panajirit Ditët e Bujqësisë, është i 4-ti vit që organizojmë në qytetin e Lushnjës, njohur edhe si hambari i bujqësisë shqiptare, duke shpresuar që kemi një edicion të suksesshëm. Jemi në përgatitjet e fundit, siç e shikoni, gjithë stafi është i angazhuar për të krijuar një sallë sa më mikpritëse, qoftë për pjesën e ekspozuesve ashtu sikurse edhe për vizitorët. Sot në orën 4 do të bëjmë ceremoninë e zyrtare të panajirit me pjesëmarrjen e personaliteteve më të rëndësishme të politikës dhe të qeverisë shqiptare, të cilët do të përshëndesin këtë iniciativë që vjen nga Iceberg Exhibitions për të 4-tin vit në Lushnjë. Ne shpresojmë që të jenë 4 ditë të mbushura me takime për ekspozuesit, duke filluar nesër, pas nesër dhe ditën e premte do të jetë aktiv dhe i hapur për publikun e gjerë panajiri. Ftojmë sa më shumë fermer, vizitor nga i gjithë vendi, jo vetëm nga Lushnja, Fieri dhe zonat përreth, por edhe nga vendet të tjera të vinë të zbulojnë çfarë kanë përgatitur ekspozuesit për këtë panajir. Ekspozuesit i kemi nga Shqipëria, nga gjithë vendet, kemi pjesëmarrjen e mbi 10 bashkive në panajir, po ashtu sikurse edhe nga Hollanda, kemi kompani që vinë nga Hollanda, të incentivuara nga ambasada hollandeze, nga Gjermania, nga Greqia e kështu me radhë. Mirëpresim nesër publiku në orën 9 hapet panajiri. Do të bëjmë një hapje zyrtare edhe nesër në mëngjes, kështu që janë të gjithë të ftuar, nuk duhet ta humbisni mundësinë për të ndjekur panajirin më të madh dhe të vetëm të bujqësisë në vend. Panajiri Ditët e Bujqësisë me rreth 100 kompani ndihmon në zgjerimin e kontakteve, njohurive dhe bashkëpunimit për ata që e kanë jetën dhe punën të lidhur me sektorin e bujqësisë. Për të 4-rin vit radhazi, kompania Iceberg Exhibition ka sjellë në Lushnjë panajirin Ditët e Bujqësisë, ku nga partnerët kryesor janë Bashkia e Lushnjës dhe Ministria e Bujqësisë. Jam shumë e lumtur që nga viti i parë deri në vitin e 4 që ne do të zhvillojmë këto panajir, kemi një rritje të bizneseve të cilët janë bërë pjesë e këtij panajiri. Nga 85 subjekte të vitit të kaluar, këtë vit kemi më shumë se 100 subjekte, çfarë do të thotë dhe suksesin e këtij panajiri. Patjetër që ky panajir është një nga eventet më të rëndësishme të bujqësisë në rang vendi dhe patjetër që unë jam e lumtur që zhvillohet pikërisht në Lushnjë dhe që kanë zgjedhur pikërisht Lushnjën, e cila është dhe zemra e bujqësisë. Patjetër që ky panajir i sjell një vëmendje Lushnjës, patjetër që ka shumë pjesëmarrës të cilët ndikojnë edhe në ekonominë e Lushnjës, por ajo që është më e rëndësishme është që shumë kompani do të kenë të mundësi që të kontaktojnë me fermerët lushnjar në mënyrë që të lidhin kontratat e tyre, që prodhimet e fermerëve punëtor të Lushnjës të kenë mundësi të shiten jo vetëm në tregun vendas, por dhe në atë ndërkombëtar, duke qenë se ky është panajir ndërkombëtar dhe pjesë e bizneseve të cilët janë pjesë e këtij panajiri vinë edhe nga vende të ndryshme të Europës. Kështu që jam e bindur që edhe këtë vit do të kemi një sukses të shtuar. Kryeministri Edi Rama në takimin me pensionistët në Gjirokastër hodhi poshtë akuzat e Partisë Demokratike që Partia Socialiste nuk ka program për zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se me programin e ri, paga e mësuesve do të rritet 1.200 euro dhe pensionet në 200 euro pensioni minimal deri në 2030. Kryeministri Edi Rama nga Gjirokastra gjatë një takimi me pensionistët foli për programin qeverisës të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke kundërshtuar akuzat e Partisë Demokratike për mospasjen e një programi. Rama theksoi se qeveria ka plan të detajuar për çdo sektor dhe u ndal tek transformimi i arsimit në Shqipëri, ku përmendi përmirësimet e ndjeshme në trajtimin e mësuesve dhe kushtet e punës së tyre. Paga nga 330 euro është rreth 1.000 euro aktualisht dhe deri në vitin 2030 do të arrijë 1.200 euro, tha ai. Sinkron Rama.
Kryeministri Rama gjithashtu tha se do ta çojë pensionin minimal në 200 euro dhe atë mesatar në 400 euro. Aso kohë në sistemin publik ne kishim 370 euro. Sot e kemi 1000 euro paga mesatar. Dhe të mësuesit paga mesatare ka vajtur 9500 euro dhe plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1200 euro. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë 165 milion euro, vetëm për pensionistë. Nuk janë pak për shtetin shqiptar. Dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë punë gjithmonë bazuar në rritjen ekonomike. Por ndërkohë kemi përcaktuar dhe 2 piketa të tjera, sepse në fund të ditës, pavarësisht se nga hyrpamja logjike, ne po bëjmë gjën e duhur për të pasur një skem që tjetë e qëndrueshme, dhe ndërkohë që po them që edhe rritja e kontributeve ka ardhur vazhdimisht në mënyrë të qëndrueshme, kemi shtuar rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkonte njeri, që të arrijmë që të kemi një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Këto janë dy objektivat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën për sigurinë ushqimore u shpreh se sektori i sigurisë ushqimore kontrollohet nga mafia shtetërore, gjë që rrezikon shëndetin e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën për sigurinë ushqimore foli për neglizhencën institucionale në këtë sektor. Sipas tij, sektori i sigurisë ushqimore kontrollohet nga mafia shtetërore, që rrezikon shëndetin e qytetarëve. Berisha mori shembull rastin e salmonelës, e cila u zbulua vetëm kur u sëmur nga konsumimi i produkteve të kontaminuara kryeministri Edi Rama. Shqipëria nuk plotson asnjë nga standardet e Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore, vazhdon zoti Berisha. Është mafia shtetërore dhe ajo tjetra e lidhur me shtetërorën që kanë në dorë tërësisht këtë siguri, që është siguria më e rëndësishme. Shqipëria sigurisht ka sigurinë kombëtare, por ama e ka të garantuar me NATO. Dhe askush s'mund ta sulmojë Shqipërinë pa u përballë me Aleancën e Atlantikut Veriut. Shqipëria të lidhur direkt me jetën e njerëzve, shëndetin e tyre, ka sigurinë ushqimore, ka sigurinë e medikamenteve. Dhe këto, që kur kontrolli është në kthetrat e mafjes, urdhon laboratorit, shtetëror, ministri, ja merr kompetencat dhe ja jep një laboratori privat në shembullin atyre PPP-ve të shtetësisë për të ndarë parat me te. Shqipëria ka specialist shumë të mirë, ka njerëz që e njohin, por ata janë të skajuar, janë të marginalizuar
Dhe e vërteta është që gjithçka përcaktohet nga mafia. Ne themi se po ecim drejt Bashkimit Evropian. Asnjë standard të Bashkimit Evropian nuk plotësojmë. Nuk ka sot, ja u them unë ju, në qoftë se ulet specialisti dhe i merr një standardet e fushës së tij në Shqipëri dhe krahasuar me Bashkimin Evropian, ju garantoj se nuk ekziston më asnjë krahasim. Ndërkohë, kur ato duhet të jenë udhërrëfyes, do të jenë kushtet më pozitive për qytetarë shqiptar në mënyrë që të afrohen me qytetarët evropian. 22 prilli është dita e tokës që festohet në të gjithë botën, edhe në Lushnjë u zhvilluan aktivitete të cilat përcollën mesazhin e mbrojtjes së mjedisit. Dita e tokës festohet në të gjithë botën më 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit që sipas ekspertëve po bën qartë thirrje për veprim. Çdo vit në Lushnjë organizohen aktivitete sensibilizuese ku shpërndahet mesazhi për mbrojtjen dhe jetën në harmoni me planetin ton. Sot u ndalua lëvizja makinave nga policia bashkiake nga ora 8 deri në orën 12 tek bulevardi i qytetit. Politikanët mbështesin këto aktivitete. Kryetarja e bashkisë Riselda Sefa tha se kjo është një ditë simbol ku duhet të mendojmë për planetin në të cilin jetojmë. Në kuadër të 22 prillit, ditës ndërkombëtare të tokës, Bashkia Lushnje, ashtu si çdo vit, edhe këtë vit ka parashikuar një sër aktivitetesh, një prej cilëve ishte mbyllja e segmentit rrugor nga Raiffeisenbank deri në sheshin qendror, ku duam të japim mesazhin që të përdorim sa më pak makinat. Po vazhdojmë me aktivitete të tjera në shkollën Fotopuka me nxënësit e kësaj shkolle dhe në kopshtin numër 2. Ndërkohë që në orët më pas të pasditeve do të vazhdojmë me një fushat të pastrimit në gjithë territorin e qytetit Lushnjës nga administrata e bashkisë për të dhënë atë modelin sensibilizues që ne duhet jemi të parët ata që duhet të mbrojmë tokën dhe duhet të mbrojmë mjedisin ku jetojmë. Aktivitete sensibilizuese për ditën e tokës u organizuan edhe nga Bashkia Divjak në parkun kombëtar Divjak Karavasta. Në kuadër të 22 prillit, ditës ndërkombëtare të tokës, administrata e zonave të mbrojtura Divjak në bashkëpunim me Bashkinë Divjak kanë organizuar një aktivitet sensibilizues në parkun kombëtar Divjak Karavasta. Simbolikisht, nga punojësit e administratës dhe punojësit e ndërmarrjes së pastrimit, Bashkia Divjak janë pastruar mbeturina që ndodheshin në disa rrugë e shtigje të pyllit. Pastërtia e ambientit vijon të mbetet një nga problemet kryesore dhe në këtë ditë mesazhi për të mbajtur pastër ambientin është kuptim plot. Në këtë aktivitet merrte pjesë dhe drejtori i administratës së zonave të mbrojtura të Qarkut Fier, i cili kishte ardhur në Divjak për të përçuar mesazhin e mbrojtjes dhe mbajtjes pastër së ambientit ku jetojmë në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës. Prokuroria e Fierit dërgon në gjyq një person nga Lushnja pasi ka votuar 2 herë në zgjedhjet e pjesëme vendore në Bashkinë Lushnjë. Votoi më shumë se një herë në zgjedhjet e pjesëme vendore në Bashkinë Lushnjë në vitin 2022. Prokuroria e Fier ka përfunduar hetimet dhe dërgon në gjyq shtetasin HG për veprën penale votimi më shumë se një herë ose pa u identifikuar. Në përfundim të hetimeve për këtë ngjarje, prokuroria ka marrë të pandehur shtetasin HG dhe ka kërkuar dërgimin e çështjes në gjyq pasi u provua se në zgjedhjet e pjesëme vendore në Bashkinë Lushnjë, të zhvilluara në datën 06/03/2022, i pandehuri HG ka votuar 2 herë në qendrën e votimit ZAZ 54 Dushk, Bashkia Lushnjë. Nga procesi i kryqëzimit të dhënave të pajisjes elektronike të identifikimit të zgjedhësve, të vendosur në çdo qendër votimi të Republikës së Shqipërisë, ka rezultuar se i pandehuri ka votuar herën e parë si komisioneri KQV në QV 2818 ZAZ 54 Dushk, bazuar në nenin 58 të kodit zgjedhor, dhe herën e dytë në QV 2817 ZAZ 54 Dushk si banor. Në vijim, Prokuroria e Fierit shpreh angazhimin e plot dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve.
Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.